Për 100.000 banorë në Maqedoni, deri në 350 janë freelancer. Si komp jemi më lart në rajon për nga përqendrimi i freelancerëve, kanë treguar hulumtimet ku janë numëruar vetëm profilet në platformat digjitale. Potenciali dhe cilësia është e lartë, por statusi i tyre social nuk është zgjidhur. Fondacioni Impact i ka mbledhur në një event në hapësirat e konferencës Coworker 21 në televizionin 21, freelancerët nga vendi dhe jashtë, kompanitë dhe institucionet kompetente. Проблемът е во тоа што не можат многу високо да ја наплатат својата работа и покрај тоа што квалитетот е ист. Причина за тоа мислиме дека е некредибилноста, непознато мислење за тоа каков е фриленсот од Македонија. Немаме доверба, не уживаме довербата на американскиот пазар и ни треба време додека се истакнеме таму. За пример, другите земји лобираат пространство и ги промовираат своите дигитално сработени задачи и своите фриленсери. Токму тоа е тоа што сакаме да го постигнеме на светските платформи. Gama e vendeve të punës digjitale është e gjerë dhe të rinjt nuk kanë rezistencë ndaj vetpunësimit, thot Ivanova. Marketingu digital, multimedia, industria kreative dhe programi janë vetëm disa nga vendet e punës digjitale që ata kryejnë më së shumti për kompani të huaja. Ajo thot se si fondacion punojnë edhe me lobin pranë institucioneve për të siguruar freelancerëve një mënyrë ligjore për të kontribuar me pagesën e taksave dhe për të qenë qytetar të barabartë në shoqëri. Sa është numri total i të rinjve që punojnë si freelancer, askush nuk e di. Nga Ministria e Politikës Sociale kanë angazhuar ekspert që do t'i numërojnë, do të bëjnë analizë se sa kontribuojnë ata në tregun e punës dhe në ekonomi. Është përgatitur edhe një projekt ligj që do të mundësoj freelancerëve të përfshihen në sistemin e sigurimeve shoqërore. Ata do të barazohen me të punësuarit e tjerë, do të thotë se ata vetë do të deklarojnë punën e tyre, do me thënë kontratën e punës që kanë me çdo organizat, kompani ose të ngjashme dhe do të paguajnë kontributet si të gjithë të punësuarit e tjerë. Si opsion për siguri financiare u ofrohet gjithashtu edhe shtylla e tretë vullnetare e pensionit. Овдека смеа да нагласиме потребата од долгорочна финансиска сигурност за слободните професионалци. Особено за нив што работат во услови на нерегулиран работен статус и без редовно плаќање на пензиски придонеси, можеме да кажеме дека третиот доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс во нашето друштво е вистинска можност преку која што можат лесно достапно, флексибилно да планираат сопствена заштита согласно своите можности и своите потреби. Me këtë, çdo person mund të fillojë me kurs nga mosha 15 vjeçare dhe nga ky fondacion thonë se secili mund të kursen sa të dëshirojë. Parat mund të përdoren 10 vjet para pensionit, domethënë në moshën 52 vjeçare për gratë dhe 64 vjeç për burrat.